Shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do të flasim mbi Rusinë dhe Ukrainën. Fillimisht do ndjekim insertin dhe më pas do të rikthehemi. Bisedimet me Kevin kanë ngecur për shkak të çështjeve territoriale. CNN raporton se shtëpia e bardhë po shqyrton një skenar në cilin NATO dhe Rusia do të arrinë marrëveshje të ndara. Ukraina nuk do duhet të praktiste ligjërisht kursin e saj drejt NATO-s. Kjo do të mbetej në kushtetut, por rruga praktike për të bashkuar me aleancën do të bllokohej. Marrëveshje të tilla mund të bëheshin pa pjesëmarrjen e Kievit. Bisedimet midis SBA-s dhe Ukrainës në Florida ishin tensionuara për shkak të mosmarrëveshjeve për territorin. Pala amerikane kërkoi heqjen e trupave ukrainase nga Donbas, ndërsa Ukraina tha se kjo ishte e pamundur. Kievi deklaroi gjithashtu se nuk do të braktiste aspiratat e saj për në NATO, duke argumentuar se ndryshimi i kushtetutës për hir të një marrëveshjeje do të vendoste një precedent të keq. Çështja e garancive të sigurisë mbetet gjithashtu e pazgjedhur, pavarësisht mungesës së një plani paqe. Delegacioni amerikan po fluturon për në Moskë për të vazhduar negociatat. Mediat raportojnë se i dërguari special Steve Witkoff mund të takohet me Putinin, por Trump konfirmoi përgatitje për takimin dhe flet për një shans për një marrëveshje, megjithëse përmend problemet e brendshme të Ukrainës që i ndërlikojnë bisedimet. Në bisedimin në Miami morën pjesë Kushner, Rubio dhe Witkoff, nga pala amerikane si dhe Umerov. Nga pala ukrainase, Rubio i shuajti diskutimin produktiv, por pranoi se mbetet shumë punë për të bërë. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar gazetarin shqiptar në Moskë, Misha Pumo. Zoti Pumo, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje gjithashtu, kënaqësi. Zoti Pumo, do doja nisja me bisedimet midis SBA-s edhe Rusisë, të cilat kanë ngecur prej muajsh për shkak të mosmarrëveshjeve mbi territorin, dhe nga ana tjetër është Ukraina ajo që vazhdon të mbrojë Donbasin dhe aspiratat e saj për NATO, ndërsa shtëpia e bardhë ndryshe po shqyrton dhe skenar që mund të shmangin edhe Kievin, dhe atmosfera duket se tashmë është paksa e tensionuar dhe çdo lëvizje e gabuar mund të krijojë këtu edhe precedent të rrezikshëm jo vetëm për Europën. Pyetja është se si duket tashmë presioni mbi Ukrainën dhe a ka shenja nga ana tjetër se Rusia po përpiqet ndoshta të imponojë një kompromis pa dijenin e Kievit? Po sigurisht që Rusia dhe presidenti Putin ka deklaruar që Rusia me apo pa dëshirën e Ukrainës do të realizojë, domethënë, ato qëllimet e veta në këtë luftë. Dhe presidenti Putin deklaroi që ai do të preferonte, domethënë, mënyrën paqësore të zgjidhjes së konfliktit, por ne jemi gati, tha ai, të vazhdojmë luftën deri në fund. Në qoftë se do marrim parasysh para ca kohësh ka qenë një insight, biles jo insight, po një video ku shefi shtabit të ushtrisë ruse gjoja rastësisht tregoi hartën, ku tregoi që mes teritorit të tjera, domethënë, ishte edhe Odesa si një pikë synimi ushtrisë ruse. Kjo tregon që ndoshta synimi i Rusisë është pikërisht atje, domethënë, jo vetëm Odesa, që për rusët është një qytet simbolik, domethënë, siç thon këtu, i ndërtuar nga rusët, i populluar kryesisht nga rusët dhe i ndërtuar në kohën e Katerinës, pra është një pikë synim, le të themi, jo dhe aq afatgjatë sipas rusëve. Nga ana tjetër, lajmet kanë qenë të tilla që nga ana e frontit, për shembull, rusët kanë deklaruar dhe vetë Putini e ka njoftuar këtë gjë, që qyteti i Pokrovskut ka kaluar, domethënë, është në Rusin tashi, dhe një qytet gjithashtu tjetër në zonën e Harkovit, pra po avancon ushtria ruse në fushën e betejës, ka pasur inkursione dhe kundër goditjet të Ukrainës, po kryesisht në objekte ekonomike ushtarake në territorin rus, por domethënë jo le të themi në fushën e betejës. Në fushën e betejës situata po bëhet gjithmonë më e nder dhe ka të ngjarë që e tillë do të mbetet deri në prill. Pasi çuditërisht edhe Rusia edhe Ukraina nuk synojnë paqen për momentin, të paktën në veprimet në fushën e betejës tregojnë që janë të vendosur të vazhdojnë luftën, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndërmarrin të gjitha hapot e mundura dhe të pamundura për t'i ulur në tryezën e bisedimeve. Presidenti Trump e ka kuptuar tashmë situatën, duke deklaruar që unë nuk ngutem. Pra nga njëra anë ai mundohet të bëjë shmos për të ulur palët ndërluftuese në tryezën e bisedimeve, por nga ana tjetër e ka të qartë që nuk është kaq e thjeshtë të bindësh Rusin të ndalohet tashti që është në kulmin e avancimit të vet, nga ana tjetër Ukraina është në kulmin e humbjeve të territoreve të veta, pra të dyja palët janë
të painteresuara për të ndaluar luftën. E qartë, nga ana tjetër, cila është strategjia se po ndjek Kremlini dhe çfarë implikimesh do të ketë kjo edhe për Ukrainën, sepse Donald Trump ka folur për një shans për marrëveshje, ndërkohë që delegacionet udhtojnë drejt Moskës, sigurisht tu për negociata të ndërlikuara dhe nga ana tjetër edhe problemet e brendshme të Ukrainës, por edhe tensionet me Rusinë e bëjnë ndoshta edhe çdo lëvizje shumë edhe më të ndërlikuar. Sigurisht që Ukraina është në një situatë tepër të ndërlikuar, kjo dhe për vetë meritat në thonjza të vetat, pra për korrupsionin e anashkaluar që po vazhdon të zhvillohet atje, dhe nga një ranë janë vendet perëndimore të Europës perëndimore që intensifikojnë mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës duke rritur dhe shpenzimet, por nga ana tjetër bëhet një pyetje logjike, domethënë që këto ndihma dhe këto sasira të mëdha municionesh, financimesh e tjera po shkojnë në drejtim të një vendi ku thuhet që ka një korrupsion të anashkaluar më tepër se në çdo vend të botës. Kuptohet që korrupsion ka gjithandej, ka dhe në Rusi me qira llafi. Por le të themi që këtu për shembull ka pasur skandale me zëvendësministrat e mbrojtjes që janë pezulluar, janë burgosur biles dhe janë shloftuar me këtë gjë. Atje flitet në Ukrainë nga vetë mediat, unë tash i referohem mediave ukrainase vetë, që rrethimi i Zelenskit, pra stafi i tij për afërt, bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë janë përfshirë në korrupsione të jashtëzakonshme dhe të përbindshme, duke le të themi vënë në rrezik për shembull kanë blerë jelek antiplumba me defektoz vetëm me vetëm për të fituar sa më shumë para. Pra janë gjëra jo vetëm domethënë vjedhje, por janë edhe krime ndaj popullit dhe ushtrisë vet. Prandaj dhe kjo situatë është shumë e nderë dhe amerikanët e dinë gjithçka dhe pikërisht në këtë kohë kur është le të themi nga ana edhe e moralit, po dhe ana teknike, domethënë komanda e Zelenskit është në pikën më të dobët, domethënë të saj, pikërisht në këtë moment administrata e Trumpit ushtron një trysnim maksimale me shpresë që të ndalojë konfliktin. Nga ana tjetër, rusët nuk janë kundër, të paktën në fjalë, nuk janë kundër përmbarimin e luftës, e kanë përsëritur domethënë që neve nëse arrijmë ato kushtet tona kryesore, luta do të përfundojë. Dhe kjo në frym të marrëveshjeve, siç thon ata, domethënë të Alaskës dhe të Anchorage, kur dy liderët e vendeve përkatës patën një takim të frytshëm dhe me shumë akorde, një pjesë të cilëve ndoshta dhe nuk kishte le të themi transmetuar apo publikuar më parë, dhe në 28 pikat që pastaj u shfaqen më vonë në horizont, doli që kjo ka të ngjartë ketë jehonën e Anchorage-it. E qartë, zoti Pumo, nga ana tjetër në Florida, pala amerikane kërkoi këtu edhe tërheqjen e trupave ukrainase nga Donbasi, por ishte Kievi i cili refuzoi, ndërkohë edhe diskutimet për garancitë e sigurisë mbeten edhe pas zgjedhjes. Çfarë do të thotë kjo për sigurinë rajonale dhe të gjithë ndikimin e aleancave dhe si perceptohen edhe këto kërkesa dhe refuzime që ndodhin në Moskë, dhe a ka pasur ndonjë reagim të dukshëm nga Kremlini? Po, tashti Kremlini është në pritje të vizitës së Witkoff dhe Kushner në Moskë. Ata janë sigurisht të mirëpritur, sidomos Witkoff, që është hera 6, mos gaboj, që vjen në Moskë. Ai është një biznesmen, ashtu se dhe Trumpi vetë, një biznesmen mjaft i suksesshëm dhe ndoshta dhe negociator i aftë me sa duket, ndërsa është akoma në, le të themi, në varkën e këtyre bisedimeve. Nga ana tjetër, pritshmëria nuk është shumë e madhe, pasi pala ukrainase dhe Umerov kanë deklaruar që nuk kanë arritur ka qenë marrëveshje të frytshme, thaj, por ka shumë pika që duhen sistemuar. Dhe kjo ka të ngjarë lidhet jo vetëm me territoret, por edhe me pjesëmarrjen apo mos pjesëmarrjen e Ukrainës në NATO, po këtu ka disa kuptime të ndryshme dhe administrata amerikane le të kuptojë që për shembull punkti i mos pjesëmarrjes në NATO nuk është se varet shumë nga Ukraina, janë vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet pjesëmarrëse të NATO-s që vendosin. Dhe në këtë mënyrë, duke ushtruar trysni ndaj aleatëve të vet, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të garantojnë mos hyrjen e Ukrainës në NATO, nëse kjo është kaq
principiale dhe për rusët kjo është principiale. Nga ana tjetër, për sa i përket territoreve, me këtë ecuri të luftimeve kohët e fundit, sidomos në nëntor, ku janë marrë më tepër territore se sa në tetor dhe shtator marrë së bashku, ka një avancim tashmë jo të ngandalë si më përpara, po goxha të shpejt, flitet për rreth 5000 km2 vetëm në nëntor, dhe kur ra një bastion i fuqishëm siç ka qenë domethënë Krasnoarmejsk që e quajnë rusët, dhe kjo pikë është strategjike pasi mbas saj është një fush pa shumë le të themi pengesa për të deportuar më tej. Dhe një gjë tjetër karakteristike që do thoja, Putin dje dha udhëzime dhe urdhra për të furnizuar si mos më mirë ushtrinë ruse gjatë kohës së dimrit. Çfarë tregon kjo? Që Kremlini zyrtar shpreson në bisedime për përgatitet për të vazhduar fushatën e luftës në Ukrainë deri në fund. E qartë. Në fakt, do doja të rikthehesha sërish tek takimi që do të ketë Witkoff me Putinin. Ndoshta mund të jetë kjo edhe përplasje midis objektivave amerikane, por edhe interesave ruse, ku ndoshta mund të ndryshojë edhe të gjithë hartën e sigurisë në Europë. Do doja të na jepni zoti Pumo një pasqyrë realisht se çfarë po ndodh, si është atmosfera tashmë në Moskë për këtë takim që do të ndodhë. Në Moskë, në përgjithësi, ndaj le të themi administratës amerikane ka një qëndrim shumë më pozitiv, më propozitiv, biles do thoja, ku sidomos Witkoff, por flitet që edhe presidenti J.D. Vance përfaqësojnë një pjesë të establishmentit amerikan republikan që është më pro paqes dhe më tepër për kolaborim me bashkëpunim me Rusinë. Për këtë pjesë të establishmentit amerikan me rusët është më mirë të bësh tregti se sa të bësh luftë. Dhe interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë në radhë të parë për ta. Kjo është një gjë shumë e natyrshme dhe ka dhe le të themi gazetar rus dhe këtu që komentojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të qartë dhe të konsekuent në politikën e tyre. Për ta nuk është Rusia armiku numër 1 në të ardhmen e afërt biles, po janë Kina. Gjë që nuk është e tillë për Europën për momentin, për establishmentin europian në moment. Për ta, rusët janë armiku numër 1, ndërsa me Kinën mund të bësh tregti dhe marrëveshje. Dhe për këtë arsye, pikërisht ideologjike nëse doni, është qasja pothuajse diametrale e administratës amerikane me ata europiane ndaj problemit të konfliktit të Rusisë me Ukrainën. Prandaj dhe pritshmëria e Rusisë ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës kuptohet që ka dhe oscilacione, ka dhe ndikime të ndryshme, jo vetëm nga palja për shembull le të themi nga establishmenti demokrat në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe një pjesë e republikanëve që janë kundër le të themi paqes pa kushte në favor të Rusisë. Por nga ana tjetër, Rusia de facto po fiton në fushën e betejës dhe me fituesit nuk mund të bësh marrëveshje për të favorizuar të humburit. E qartë. Zoti Pumo, nga ana tjetër, si e shihni ju të gjithë rolin e Turqisë në këto negociata midis Rusisë dhe Ukrainës? Po Turqia ka pasur një rol goxha konsekuent, duhet themi, gjithmonë biles në Stamboll, kur e prishën maksimalisht, domethënë marrëveshjen që ishte pothuajse gati, ku Boris Johnson me le të themi depesht administratës së Bidenit erdhi dhe domethënë urdhëroi pothuajse ukrainasit dhe Zelenskin që të vazhdonin luftën. Aty, për shembull, roli i Turqisë ishte goxha i madh dhe konsekutiv. Ministri i jashtëm turk Fidan bëri një deklaratë shumë, le të themi, me sens pozitiv, duke menduar që nëse do të nënshkruhet kjo paqe, kjo mund të zgjasë edhe sikur të ngrihet konflikti, kjo mund të zgjasë rreth 40 vjet. Pra është një gjë domethënë optimiste nga ana e Turqisë. Turqia sigurisht që nuk e do zjarrin e Komshiut ta ketë afër, sepse mund të marrë flak dhe shtëpia vet. Por Turqia nuk është se mund të ndikojë shumë. Edhe tashti për shembull me disa veprime të Ukrainës, Turqia ka ngelur e pakënaqur, flas për 2 anijet e goditura me dron Ukrainës që Ukraina ka pranuar vetë pranë ujrave territoriale të Turqisë dhe kjo acaron më tepër konfliktin, rrezikon tashmë edhe
në një embargo detare ndoshta në të ardhmen dhe bllokimin e porteve të ndryshme përfshirë ata të Turqisë. Prandaj dhe Turqia është interesuar për përfundimin e luftës sa më parë. Prandaj dhe përpjekjet e diplomacisë turke janë evidente. Nga ana tjetër, le të themi që Turqia dhe Rusia mund të jenë konkurrent rajonal diku në Azinë e Mesme apo në Siri, gjithsesi ata kanë ditur të gjejnë gjuhën e përbashkët, sidomos në Siri, kohët e fundit, dhe nuk ka probleme për Rusin, për shembull për të negociuar edhe në Turqi, domethënë, por gjithsesi pritet që një samit i ardhshëm i mundshëm mund të mbahet pikërisht në Budapest. E qartë. Zoti Pumo, nga ana tjetër, Ukraina thuhet se ka intensifikuar dhe sulmet me dron ndaj rafinerive dhe kompleksve të naftës në Rusi, duke goditur thellë brenda territorit rus, dhe pavarësisht se kapaciteti i shkatruar, duket se tashmë është vetëm 10%. Pyetja është se si po ndihen tashmë qytetarët rus nga këto sulme dhe apo ndikojnë këto sulme nga Ukraina realisht në ekonominë ruse? Kuptohet që këto sulme shqetësojnë, godasin rafineritë e naftës, por shqetësimi kryesor janë popullsia civile që ka vuajtur dhe vazhdon të vuajë edhe në Rusi, në pikat ku goditen. Ka pasur viktima, ka pasur në pikat të ndryshme në Bjelgorod, në Volgograd, në qytet të tjera, në Rostov. Dhe sigurisht që ka pasur edhe oscilacione, edhe çmimesh, edhe ka pasur, le të themi, mos rregullsi në furnizimin me naftë, por nga ana tjetër jap një shembull konkret, për shembull në gjatë marrëveshjes Rusisë me Kirgistanin, ku presidenti Putin ishte për një vizitë zyrtare para pak ditësh, Kirgistanit ju fal një sasi e zakonshme, le të themi, karburanti, nafte dhe gazi për funksionimin e ekonomisë së vet. Pra, burimet e Rusisë janë aq të pashtershme sa vështirë që mund të ndikojnë në ecurinë e luftës. Mund të ketë diskomfort për një javë, 2 javë për furnizim për një pikë të caktuar të qytetit të atij apo këtu, por jo për shembull edhe në Moskë. Sigurisht që janë ngritur çmimet, kjo ndikon. Domethënë kuptohet që ka pasur domethënë në qytete të ndryshme në thellësi të Rusisë, ka pasur edhe probleme për disa ditë për furnizim, domethënë ku ka pasur rrallë në pikat e furnizimit, por kjo është një gjë tashmë që shpjegohet me ecurinë e luftës e tjerë, dhe kështu që nga ana si përfundim, si konstante përfundimtare, kjo nuk ndikon as pak për zhvillimin e ecurinë e luftës në pikat ku konfrontohen dy ushtrit. E qartë, por zoti Pumo, e gjithë ky presioni ekonomik që po ndodh tashmë mbas këtyre goditjeve që Ukraina po drejtohet ndaj Rusisë, a pritet që të shtrëngojë Rusinë të ndryshojë ndoshta edhe strategjinë e saj ushtarake ose politike? Me sa kam vëzhguar për këto 4 vjet, domethënë 3 vjet e ca, domethënë të luftës, të konfliktit, kam vënë vetëm një konstante të sigurt, që mbas çdo goditje të Ukrainës vjen një goditje 10 fishme e fuqishme e Rusisë ndaj objekte energjetike të Ukrainës, siç thon këtu, të pikave ku prodhohen armët, në vetë domethënë depot e armëve dhe ku janë goditur në mënyrë të fuqishme, sidomos furnizimet nga ana e NATO-s me armë të Ukrainës, dhe këto kanë bërë domethënë që edhe në front të ndihet mungesa jo vetëm e fuqisë njerëzore, por dhe armatimeve. Për këtë arsye ndoshta në disa pika të frontit situata është shumë e nder dhe ukrainasit janë detyruar të tërhiqen nga shumë pika banimi. Kjo është, jam i sigurt që do të zhvillohet edhe më tej. Fuqia, le të themi, ushtarake e Rusisë në krahasim dhe me Ukrainën, por dhe në konfront me fuqinë prodhuese të vendeve të NATO-s për momentin, është çuditërisht më e lartë në Rusi për prodhimin e municioneve. Për momentin Rusia prodhon shumë më tepër municione. Fillimisht për shembull Ukraina së bashku me vendet e NATO-s prodhonte më tepër dron, tashti situata është përmbysur dhe Rusia edhe dron prodhon shumë herë më shumë se sa Ukraina. E qartë, mirë zoti Pumo, për ta mbyllur sepse tashmë kemi arritur në fund, nga ana e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski, e gjithë kjo goditje e rafinerive e shihet si një sankcion efektiv që mund të jap ndoshta edhe rezultate shumë shpejt, pra
Kjo në bazë të Ukrainës. Pyetja është nëse mund të konsiderohet kjo fushat me drone vërtet si një formë e re e sanksioneve që godet ekonominë dhe ushtrinë ruse njëkohësisht, dhe nga ana tjetër sa kohë mund të zgjasë gjithë kjo fushat dhe çfarë efektesh reale mund të ketë, ndoshta afat shkurtra por edhe afat të gjata. Të gjithë shpresojnë, edhe në Rusi shumë shpresojnë që të mbarojë kjo luftë. Të gjithë janë me shpresa që lufta të përfundojë, kuptohet që ata që janë të përfshirë në luftë shpresojnë që të arrijnë objektivat e tyre, si nga njëra palë ashtu edhe nga ana pala tjetër. Strategjia Ukrainës është e qartë, ajo nuk ka mundësi tjetër për të goditur Rusin veç se duke goditur në prapavi, gjithashtu edhe jo vetëm me dron, por edhe me raketa po të kishin mundësinë. Për momentin Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i furnizojnë ata me ato që duan ukrainasit, pra me raketat Tomahawk, që janë raketa goxha efikase, janë përdorur që në kohën e Irakut dhe më tej, por ka një gjë që për momentin këto raketat Tomahawk duhet për shembull të lançohen të nisen nga një platformë detare. Ukraina nuk disponon flotë detare të nevojshme për të bërë të mundur nisjen e këtyre raketave. Dhe detyrimisht kjo tregon që vetë këto raketa do të drejtoheshin dhe do të menaxhoheshin nga vetë amerikanët. Gjë që do të sillte përfshirjen e tyre të drejtë për drejtë në konflikt me Rusinë. A do të përfshihet dot Amerika në një konflikt me një fuqi bërthamore si Rusia? Unë mendoj se jo. E qartë. Mirë, zoti Pumo, ishte kënaqësi t'ju kisha sot. Faleminderit shumë. Gjithashtu dhe mua. Ju falenderoj. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam ditën e sotme. U ndalëm tek zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në pjesën e parë, të cilët kanë kërkuar nga qeveria shqiptare ndërmarrjen e veprimeve të menjëhershme pas vendimeve të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. U ndalëm tek takimi i fundit i Ervin Salianit dhe Ilir Ali Mehmetit me kandidatët më të votuar të primareve dhe të zgjedhjeve të 11 majit, ku kanë nxjerrë në papra dhe debate të brendshme dhe strategjitë për konsolidimin e forcës brenda Partisë Demokratike. Sipas të dhënave të fundit, ndërkaq në periudhën janar-nëntor 2025, Shqipëria ka regjistruar rreth 35 vrasje, nga të cilat 19 me armëzjarri dhe 7 me eksploziv tritoli. Por nga ana tjetër, autoritetet po vijojnë hetimet për atentatet dhe vrasjet e organizuara, ndërsa janë qytetarët ata të cilët kërkojnë masa të forta për garantimin e sigurisë në vendin tonë. Në pjesën e dytë ndalem tek bisedimet midis SBA-s dhe Ukrainës në Florida, të cilat kanë ngecur për shkak të mosmarrëveshjeve sigurisht mbi çështje territoriale, dhe CNN ka raportuar se Shtëpia e Bardhë po shqyrton një skenar ku NATO dhe Rusia mund të arrijnë marrëveshje të ndara, por edhe pa detyrimin që Ukraina të heqë ligjërisht pra këtu aspiratat e saj për antarësim në aleancë, dhe pala Ukraina se thekson nga ana tjetër se ndryshimi i kushtetutës për hir të marrëveshjes mund të krijonte edhe precedent të tjerë. Ne me kaq po mbyllim për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e shtunë, deri atëherë mirupafshim.